në kuadrin e vitit jubilar që kushtohet Zojës së Këshillit Mirë, ju jeni personi i parë që praktikisht e hapni këtë episod të parë të podcastit tonë, kësaj bisede tonë së bashkut. Kisha pas dëshirë një mesazh për popullin shqiptar, ka kaq shumë devocion për Zojën e Këshillit Mirë. Shpresha më madhja, me të që e sa dhevët, ma shtishme se dili. Që thosh, si i kom thana dhe tjera, shpërëndinje, ta në shenjë tjera, gjë shenjë që janë qilë, ashtë me vurin e Zojës bekume. Gjë fituar që ka kishën tokë, ashtë me vurin e Zojës bekume. Krive për matë madhe, matë të Zojën e bekume, po thuj se zdin që me kriju, ka që shprejja e poshet pa matën të mazot në Zojën e bekume. Pra ndë gjë njeri, me përvitni, me rëzarën shajte, me pas atë drejta të mëni që nuk ka vdekje, po ka ndërëm jetë për lëmit pa matën. Pasia gjithë popull shqiptar, për vetëm veprat e mira dhe shkëlqejnë në çdo njeri kur dalë në jetën amshume. Dom Ernest, ju gati po mushni 100 vjeç, një shekull, histori dhe dëshmi. Si e kujton Zojën e Këshillit Mirë këto? Populli Shkodrana kanë gjithmonë devotshëm. E don Krishtin, e don fen. Nëra e Këshillit Mirë është domethënë shpresa e gjenerit e dhanë për shqetënim shmastrini po shqeti maj madhi. Se Zoja nuk gjikon kur. Zoja vetëm mëshirë ndërhin për me falë njerëzit. Eminenca, ju keni shërby shumë vite në disa famulli, por në mënyrë të veçantë në famullinë e Barbullushit. Një nga kujtimet që ju ka mbet mend edhe besimtarëve po dhe shqiptarëve, është momenti asaj natës së fundit në të cilën ti edhe i ken i lirë. Si e kujton ti atë natë, atë moment të fundit, kur ka hyrë regjimi komunist, ka mbyll kishat edhe të kanë arrestuar ty? Të lumë thjo kur t'ju shajnë, kur t'ju fynë, kur t'ju dhënojnë, tu të bajnë 1.000 zezat për mu. Se shpërbiviu, ashtë e pomatë me të qëllore. Ka thënë vetë kërishtë para 2.000 vetëve. Popull besimtar me fetë gjallë, në Barbullush, në Matjushit, në Gocaj, në Kakarëq, e në tjera, ashtë doarë të mazët. Kërë kriju përshtypja në regjimin që ishte atëherë, atërajnë sa popull që vinte, se gjithë popull në gjënë, ta në popull shifte mesh, kur me ardhë me arrestu, paka shumë ishte ndjeni se për para me ardhë një 2 vetë. E më thane, më prune 5 kile vojullenit, shishja vojullenit. Asë ishte me po shqip, një bërët francese, e unë s'ishe me kuptu, a janë njerëz të kish, apo janë sigurimit. Nëse, më thonë mu, këtë vëj e kena prëmu me fanes të malë zatë, përse djali jonë, e zërzu parikatit të rritë në tokë, mjekët e ndërhosh, thanë që u ka maru, të vangadi me të këtapën shpirt me meshin dhe, në mes natë, që djali jem, e më thotë babë du bukë, që të 500 vetëve. Ata ishin nga si mu shmanë, ata të fërë që me e varën bërmeshin dhe, du bukë, po marë babë bukët tana, shënësh si ku kravos, në kanë këshëllu që me të përmu vojnë për me nësë, që nësë në shënëm shumë sakrament. Kjo është e para efekt i arrestimit. Në bile Gjemal Kanan, jamaj me nëdhem, në rashtë janë një kush në për komunistave, si të t'i kanë, gjithë populli thoshin që anjallë për zdekunit. Opinion i popullit për tërë. Kusht ka në qelë? Ju i dinë, thëmë, se mishin njëzët kolonela tanë për me hangar, kishin qefë, se ishte koha është dhe. Si më shtarë, popullit i bekum, të ndimu, e mishin me hangar, tanë për qefë. Po kushën ka ardhë, ka kolonel, kolonel, se më tanë, mish, musulmane katolikët hugje tanë. Kjo ishte pika e dyshime që me sa që ka ndodhe në brapa ma zigja ma gjatë, u përshkatur ata njerës që me thonë kush ka në derë. Ta ka njërë punë tjerë që së në dalë në gjasë mu, po qëllimi parësën, si më kanë njëkë mu, kanë më nëke ju. E muslimi i jonë, e jytë të tanë ashtë, kur na të përdiku Krishtin, në formën edhe ma të shtiren, e shpashim mallin e ti, për lumit pa matën për të njënë, se trupi sot për nesër, shpirtin është të përhamshim, me bjenë matë popullin, me u këthy, me u përmysh para Krishtit, e me përhap vetëm pash falje e dashni. Një mesazh për meshtarët shqiptar që janë të në Shqipni, po edhe për thirrjet e reja. Ku shkon thot punëtori për me marrë zgjallën, e me punu, këtë shikën mrapa, nuk është dajnë për mu, Krishti.
Prandaj çdo njeri, çdo i ri i thirrur për Krishtin, me ndjek zon që i jep shpirtin e shenjtë për të mirën e shpirtit vet e për të mirën e gjithë popullit vet. Po, na si mështar, si barit mirë, do t'ja përcjallim me urti, me përkujtim Krishtin në zemër gjithsesi. Eminenca, gjatë viteve tuja si meshtar, se janë 70 vite, një ndër specifikat tuja është ushtrimi i ministerit edhe tek egzorcizmit. Kjo është një vërtet një herë i jashtëzakonshëm. Kam fillu a 70 vjetë e dënuar, sikur thash edhe para. Këto është ndërhimja e vetë shpirtit të shenjtë. Vetëm 25 musulman janë trumsh që ka shëru Krishti jonë, se Krishti babi tanëve, nuk ka për katolikët. A babi ka dërgjakun për 8 miliardë e 500 milion njerëz. Per me hapë gjithë dhe dyrt e lumnisë. Nuk du me folë fjallë gata, po gjithë ka shpirë shenjtë janë me qina që janë shëru, gjithë ata që ka pas fëmijë që kanë bërë egzorcizëm se bekum i ka plësu. Janë me dhjetër me kancer që ka plësu. Këtë mërkëdhi që banë zojë bekum, po jo sa më katë me thonë se do më rësi asë sanë, a gjina. Tanë se vetëm për një Krisht që ka thonë, jam me ju deri në fundin e bosën, që dhënë, për me kështu fejnë e ka pjanë. Tu i kam shumë të nëratë, kam edhe tjera, po s'ka nevojë të që me o shketu se duke si me dashë me shqitë manë, që jam kështu. Rruni për ujqëve, dëveshëm me lëkurin e kinjit. Rruni për i forëve së pardhuve. Tjenit urtë pas i qarpni, e tjeshtë pas i plumët. Këtë du të tja për para njerëzime që djalli e shënëbën të drejtim të nëratë. Me fejtë të gjallë, e shpajs të plotë, Krishtin është me leje. Ju dini që populli shqiptar vin nga 4 anë për me marrë pjesë kur ju kremtoni meshën, sepse ai e percepton, e ndihen, e shef, e kupton se vërtet ju jeni dëshmi e gjallë e pranisë së Zotit në këtë tokë. Ne këtu me 26 prill, që është festa Zojës së Këshillit Mirë, do të vinë kardinali nga Roma, që është Bazilikë Santa Maria Maggiore, për të hapur këtë vitin jubilar. Kurse ju me 27 keni takim me Atin Shenjtë. Takim personale. Keni audiencën personale. Atëherë, unë që bashkë me ju ta çoni edhe çdo shqiptar pikërisht para papës, në mënyrë që vërtet Ati Shenjtë, që është mëkamësi i Krishtit, pra në tokë, ta bekojnë popullin shqiptar, ta bekojnë jetën tuaj, tash ne kërkojmë bekimin për jush. Në mental i birë të shpirë të shenjtë. Amen. Zotë i qoftë në ju. Dhe me shpirtin tanë. Ju bekohë si gjithë poshteshën, Ati, biri e shpirë të shenjtë. Amen. Me Krishtin në zemër tona, me rëzarën dorë, triumfus në çdo situatë, me ditë në që në ka pa Krishtin në të parëgjë. Kjo është Krishtin që dhe.